kur ne ishim bashkë, kur takuam bashkë për këtë intervistë, po shikonim po kërkoje foto të Kristerit. Edhe po kërkoje. Skam, amadje. Edhe më bëri shumë përshtypje sepse zakonisht kur lind bebi dhe ato vitet e para të jetës, telefoni yt është vetëm me bebin, vetëm me foto edhe kur ndodh ajo ndarja, ajo pika ndarse që ti në një moment nuk i bën dot me foto. Nuk e mbaj mend kur ka ndodhur eksaktësisht, po ajo është pak natyra që nuk i pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes. Nuk e ka pasur me fotot në fillim, por e ka pasur me vëmendje. Nuk ka qef që dikush t'i thot sa e bukurie. Nuk ka qef që dikush t'i thot ua sa bukurie veshur. Dhe këtë ka pasur që në fillim. Tani e ka forcuar shumë. Dhe ndërkohë që me botën jashtë është e detyruar të ndërveproj, do me thënë, aty ku mundet vë limite si fotot, për shembull. Dhe ti mund t'i nxjerrësh një foto, por ajo do jetë gjithmonë me fytyrë të shtrëmbëruar në çdo foto, do jetë me gjuhën jashtë dhe